45 ditë këtu, 45 vujtje, 45 ditë sakrificë. Kjo sakrificë në vërtet është edhe një falje për kryeministrin, sepse ne kemi forcën t'ja marrim me dhunë që këtë sekundë. Ai nuk e ka monopolin e forcës, sepse s'ka kuptim. Monopolin e forcës e ka populli. Ju jeni kapur në tradhti kombëtare. Edhe meritoni vdekjen. Ne po ju falim sepse nuk duam të ndosim të ardhmen tonë me dhunë. Por ne po të duam, si ju tash dhe që parë ju heqim që tani me forcë. Okej? Tjetra, ne po organizohemi, nuk na keni dhënë kushte, jemi akoma me generator. Po intoksikohen kalamajt, po intoksikohen familjet nga 2000 skapamentos. Ne po mundohemi të formojmë një shtet të ri. Nuk kemi kushte, s'kemi tavolin, tu s'ka banje, është plot me njerëz të smur. Është smurur Shqipëria. Dhe prandaj nuk është se do presim pafundësisht. Jemi duke organizuar dhe ne nuk jemi Bashkimi Evropian. Ne jemi Evropa, ne jemi Roma, ne jemi Bizanti. Ne jemi perandoria e shenjtë romake e lindjes. Me ne nuk tallet kush. Ne ja bëjmë zborin. Edhe meritoni zborin, se s'keni ba ushtria, s'keni ba si gjoni, keni burra, jeni kot fare. Po. Dorëheqje. Jeni përshua nga punja, ju thash edhe njerë. Dorëheqjen tani nuk du që t'ikni direkt shumë e shumë bosh aty, sepse ka një tradit shtetit dhe na duhet ajo tradita. Ku janë proces verbale, ku janë ato pasuardet e emaileve, duhet rini pak aty sa të bëni gati. Po kur bëni gati, dhe sekonda pastaj kur t'jepet urri, do t'ilni për 2 sekonda jashta. Ose ndryshe në vjen keq. Shqiptarë, numri është i rregullt, nuk ka nevojë t'jemi me miliarda. Kur t'jetë momenti për miliarda, do vijnë miliarda. Ne dim që jemi 20 milion, kur na don zemra. Apo jo? Shumë mirë, gjërat janë shumë mirë. Jemi në rregull, paqe, dashuri, kaloj mirë me njëri tjetrin, sa të organizohemi, edhe të mundohemi të krijojmë gjëra të reja dhe jo të shajmë më këta se tani shajmë dhe vetën në një moment, a kupton? Ten shapt marum e degeneru. Edhe 45 ditë ja u tërgu, dhe me thoni, they are humiliating. Okej, mirë pafshim, faleminderit. Për çdo, a keni ndonjë pyetje? Nuk them dorëheqje sepse këta janë të dorëhequr për mua. Kur të më do të zemra mu unë i heq, ato t'i heqim sot.